2026, viti i përmbysjes së diktaturave, viti i zi për diktatorët, viti lirish për kombet. Pas vendosjes para gjykatës të Maduros apo Ramaduros të Venezuelës, radhën duket se e kanë Ajtullah e Teheranit. Kombi Pers është i tërin këmbë për lirinë dhe dignitetin kombëtar, kundër regjimit më obskurantist që ata kanë njohur në tërë historinë e tyre të gjatë, regjimit të Ajatullahve. Ky regjim në gahmat e fundit po përdor të gjitha armë dhe mjetet, dhe dyrit e fundit ka me qindran mos mira martir të lirisë. Por marshi i iranianëve dhe i revolucionit iranian drejt fitores nuk ndalet me asgjë. Regjimi i Iranit i ka ditët e numëruara. Liria e Iranit ka çmimin e saj e iranianëve, por burra dhe gra, djem, vajza të këtij kombi janë të gatshëm ta paguajnë atë. Partia Demokratike mbështet me forcën më të madhe opozitën iraniane në betejën e saj për një Iran të lirë, demokratik dhe të pavarur. Partia Demokratike bën thirrje qeverive të vendeve të lira, Shteteve të Bashkuara të Amerikës në radhë të parë, të ndihmojnë me të gjitha mundësitë popullin vigan iranian të shqirohet nga ky regjim obskurantist.